Kur ja themi një fjalë për Islamin, kur ja themi një fjalë të bukur, mënyra se si ja themi, në mënyrë që ai njeri vetëm nga sjellja jote, nga mënyra se si ti flet, të ndikohet. Apo vallë jemi në të kundërtën e kësaj. Fillojmë me ofendime, fillojmë Zoti të udhëzoft, edhe atë fjalën Zoti të udhëzoft ne ja themi sikur Zoti të mallkoft. Në atë mënyrë e themi, aq ashpër e themi këtë fjalë, po nuk të duket si lutje, të duket si mallkim. Ti thua tjetrit selam aleikum, si je vllai i mirë, Allahu të udhëzoft. Po merre selamin një herë pastaj të flasim. Pse duhet kjo urrëtie të jetë? Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka urryer ata të cilët e luftuan, ata të cilët u tallen me fenë e tij, ata të cilët i thanë ti je magjistar, ata të cilët e gjuajtën në gur, ata të cilët luftuan me të. Nuk i ka urryer. Por është sjellur but me ta në mënyrë që nëse ata një ditë do pranojnë Islamin, mos t'ju vijë turp t'i dalin pejgamberit alayhi salam para. Ose ati mos t'i vinë turp t'ju dalë para sepse është sjellë keq me ta.